Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma ma ba'd. Të nderuar shikues, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin mbi ju kudo që jeni. Elusi Allahun e Madh që edhe këtë ditë të Ramazanit Allahu xhalla xhelaluhu të ua pranoj dhe gjitha veprat e mira të cilat i bajni në jetën e shkurtër të kësaj bote. Allahu xhalla xhelaluhu të ua shumë fishoj dhe ditën e kiametit ku dalmi Allahu të ua peshon në peshorën e veprave të mira. Të dashur vëllezër, që kur kemi ardhur në këtë botë, që kur kemi lindur, jemi në një udhtim që çon drejt një bote tjetër, që quhet bota e ahiretit. Është një udhtim që stacion përfundimtar do ta ketë xhenetin dhe xhehenemin. Me dëshirën ton apo pa dëshirën ton, një ditë do të ndahemi nga kjo botë. Dhe këtë udhtim që e bojna drejt kësaj bote të amshueshme, botës së përjetësisë, sigurisht që ne si besimtar, ne si musliman që kemi besuar Allahun, duhet të armatosemi me di cilësi krijesore që e mbajnë balancin ton në këtë udhtim, për të shkuar tek Allahu xhelle xhelaluhu ashtu siç don Allahu azza wa jall, për të shkuar te Zoti xhelle xhelaluhu për ta fituar xhenetin e Allahut dhe për të shpëtuar nga zjarmi i xhehenemit. Shumë njerëz e keqkuptuan mëshirën e Zotit dhe frikën ndaj Allahut te bareke ve taala. Pat nga njerëzit të cilët duke shpresuar në mëshirën e Allahut, në faljen e madhe të Zotit xhelle xhelalu, ata nuk banën asnjë vepër, i shkuan tokës, i shkuan Zotit, pa e bën edhe një vepër për Allahun te bareke ve taala, siç thoshte edhe Hasan al-Basriu rahimahullah, një tabiin i nderuar, shumë njerëz i mashtroi mëshira apo falja e madhe e Zotit xhelle xhelalu dhe shkuan tokës pa e bën asnjë vepër. Dhe than kemi mendim të mirë për Allahun xhelle xhelal. Than kemi mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, por se ata gënjën. Ata nuk e thanë vërtetën, se po të kishin mendim të mirë për Zotin e gjithësisë, sigurisht që atë do ta shndronin atë dashurinë ndaj Allahut azza xhel në praktik dhe do të bënin vepra të mira për ta merituar mëshirën e madhe të Allahut xhelle xhelal. Po ashtu ka edhe nga ata njerëz të cilët menduan dhe pretenduan që xhenetin do ta meritojnë me veprat e tyre. Ata menduan që çdo vepër që e bojnë, sikurse me një çfarë mënyre, ata ishin të bindshëm që me fuqinë e vet ata do ta fitojnë xhenetin asesi, sepse pejgamberi alayhi salam na tha ndryshe, len yudkhilal jannata amaluhu ahadun. Askush në xhennet nuk do të hinë me veprat e tyre. Sahabit u tronditën, u mahnitën nga kefale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, ja Rasulullah, wala ant. Ja Rasulullah, masi ne nuk kena në xhennet me veprat tona, i dërguari i Allahut, njeriu më i mirë, njeriu më i zgjedhur. I thanë, edhe ti nuk ke me hinë në xhennet me veprat e tua? Tha pejgamberi alaihi salam, wala ana illa an yataghammani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Tha, as une vetëm nëse Allahu xhelle xhelaluhu më kaplon me mëshirën e tij, me rahmetin e tij dhe me mirësitë e tij që i ka përgatitur për mua. Të nderuar shikues, këtë na vërteton edhe fjala e Allahut azza wa xhel se njeriu besimtari do të udhtoj drejt Allahut azza wa xhel mes frikës dhe mes shpresës. Andaj Allahu azza wa xhel në dy ajete të rënditura njëra pas tjetrës në surën Al-Hijr thotë kështu: Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. O Muhammed, tregoju robërve të mi se jam shumë i mëshirshëm ndaj tyre. A ka më të mëshirshëm se Allahu xhelle xhelal? Asesi, Allahu i mëdhruar është mëshiruesi i gjithë mëshirshëm, që vërtet me mëshirën e tij ka kapluar gjësen. Është më i mëshirshëm se sa nana për fëmijën e vet. Por se na tregon më njëherë në ajetin e rënditur ku thot: wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Ama dijeni që edhe dënimi im është dënim i jashtëzakonshëm, është një dënim i trishtueshëm dhe i dhimbshëm. Pra Allahu azza wa jall sikur se don me na tregu që vërtet un jam i mëshirshëm për ata të cilët
e besojnë Allahun azza wa jall bindshëm, për ata të cilët i krijnë detyrimet e Zotit, e çojnë emanetin e tyre në vend dhe pastaj mbet mëshira e Allahut azza wa jall. Mirë, po nëse shkelen kufit e Zotit, atëherë Allahu xhalla xhelaluhu na kujton që ka edhe dënim edhe për këta, pra nuk do të na mashtroj asnjëra dhe as tjetra, por ne si besimtar udhtojmë drejt Allahut azza wa jall në këtë mënyrë sikur ai zogu me diflatra i cili lufton drejt Allahut te bareke wa taala. Andaj për ta kuptuar edhe më mirë këtë, Omeri radhiyallahu taala anhu, një sahabi i nderuar i pejgamberit sallam, udhëheq i muslimanëve, thoshte kështu: ai kishte kuptuar mirë se si duhet besimtari të jetojnë këtë botë dhe si duhet besimtarit në këtë udhtim të shkon drejt Zotit xhelle xhelal. Tha, nëse një thirrje thërret nga qielli dhe thot: o ju robër të Zotit, të gjithë do të hini në xhenet përveç një personi. Tha Omeri, do të mendojsha dhe do shpresojsha se unë do të isha ai njeri që nuk do të isha në xhenet nga frika ndaj Allahut azza wa jall. Kishte frikë. Po tha, nëse thirr një zon dhe thot: o ju robër të Zotit, të gjithë ju do të hini në xhenem përveç një personi që të hinë në xhenet. Tha, përsëri do të mendojsha që unë do të isha ai person që do të hinë në xhenet. Shikoni vëllezër të nderuar, çfarë balanci dhe çfarë ekuilibri na ka mësuar Omeri radhiyallahu ta'ala anhu që duhet të kemi ne në këtë botë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Lau ya'lamu al-mu'min", sikurse besimtari ta din se çfarë dënime ka te Zoti xhelle xhelalu, asnjëherë nuk do ta shpresonte mëshirën dhe xhenetin e Allahut azza wa jall. Po ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dinte pa besimtari, ai që ka mu Zotin xhelle xhelalu, se çfarë rahmeti të madh ka Allahu azza wa jall dhe ka përgatitur, asnjëherë nuk do ta humbte shpresën në xhenetin e Allahut apo në mëshirën dhe faljen e Allahut te bareke ve taala. Këto ajete, këto thënie te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto hadithe gjithë na tregojnë dhe na mësojnë që ne si besimtar duhet të jetojmë mes frikës dhe shpresës në mënyrë që ta fitojmë xhenetin, që është stacioni i fundit që nuk ka më udhtim pas këtij stacioni. Si ta kuptojmë dhe si ta marrim këtë balancë në këtë jetë, o vëllezër të nderuar? Çdo herë që mendon se je në mirësitë e mëdha të kësaj dunjos dhe mendon që je në komoditet dhe mendon që je njeriu më i lumtur në këtë botë, prisha pak vetës dhe kujtoje dënimin e Allahut azza wa jall. Këtë mënyrë do ta kujtosh frikën ndaj Allahut azza wa jall, sepse thanë të parët tonë selefat, sa vinte koha dhe mendoshim se arritëm kulmin e kënaqësisë, i mendonim dy gjëra që na i prishin këtë rahatllëk. Thoshin, e mendonim vdekjen që na i prishte lezetin kësaj dunjos, dhe kur e kujtonim takimin me Allahun që do të më dal para Allahut azza wa jall, atëherë thoshin na e prishte këtë rahatllëk dhe këtë kënaqësi. Dhe vërtet njeriu kur e mendon kështu, vërtet do të thotë e kujton se në këtë botë është ende, por proceset e varrit, por proceset e ditës së Kiametit derisa të hinë të dikëmp në xhenet, njeriu nuk do të jetë i sigurt, do ta ketë frikë Allahun xhelle xhelal. Dhe e dita, çdo herë që mendojna që jena njerëzit më të pikëlluar, çdo herë që mendojmë që jemi njerëzit më të dëshpëruar në këtë botë, le ta kujtojmë rahmetin e Zotit xhelle xhelalu, sepse Allahu është falës i madh, saqë ditën e Kiametit ku do dalmë para Allahut azza wa jall, të gjitha krijesat, Allahu xhelle xhelalu do të lëshon mëshirën e tij të madhe, saqë kanë thënë edhe shejtani do të mendon që Allahu do ta fal. Mirë po, kjo nuk është e vërtetë, sepse Allahu do t'i falë vetëm ata që kanë udhëtuar mes shpresës dhe frikës ndaj Allahut te bareke ve taala. Andaj elus Allahun xhelle xhelalu që të pajisemi me këta dy cilësi, që të armatosemi me këta dy cilësi, në mënyrë që mos të mashtrohemi as nga frika e tepër ndaj Zotit, po as nga mëshira e madhe e Allahut azza wa jall, sepse tham shumë njerëz e kanë humbur këtë ekuilibër, e kanë humbur këtë balancë dhe janë shkatruar në këtë botë para se të shkojnë në ahiret. Andaj elus Allahun azza wa jall që të na pajis me këta dy cilësi dhe të udhtojnë drejt Zotit xhelle xhelalu me shpresë që Allahu azza wa jall na i fal, na mëshiron për shkak të frikës që e patëm ndaj Allahut azza wa jall, sepse të kesh frikë Zotin do thotë që ti e don Allahun xhelle xhelalu. Nuk është një frikë e barabartë sikur se ndaj krijesave, por se ti kur e ke frikë Allahun azza wa jall, ti vetëm se afrohesh afër Allahut azza wa jall, ti vetëm se je i dalluar tek Allahu xhelle xhelalu dhe ke pozitë të veçantë tek Allahu i mëdhëruar. Elus Allahun subhanahu wa taala edhe një herë Allahu na lehtëson që sa më lehtë
udhtojmë në këtë udhtimin ton drejt Allahut Azza wa Jall dhe Allahu të jetë i kënaqur me neve dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.